Kryetarja e Bashkisë Roskovec në një grup pune të bashkisë, drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe inxhinierin e projektit kanë inspektuar nga afër punimet për ndërtimin e trotuarit në rrugën kryesore që lidh fshatrat Suk 1 dhe Suk 2. Ky investim synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore, si dhe rritjen e sigurisë për këmbësorët në këtë zonë. Projekti realizohet në bashkëfinancim nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Roskovec. Në kuadër të tij, parashikohet ndërtimi i një rruge të dedikuar për këmbësorët, si dhe një korsi të veçantë për biçikletat. Suk 2, ku po investohet me agjensinë dhe ndërmarrjen e bashkisë, me punëtorët e bashkisë, në një projekt investim të përbashkët që mbështetet financohet nga Qeveria Shqiptare përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit, i cili ka pranuar aplikimin ton, projektin ton për të ndërtuar këtë pasazh kalimi për këmbësorë dhe biçikleta në gjithë gjatësinë e vet, që nga rruga që futesh tek njësia administrative deri tek shkolla në Suk 1. Dhe ka një afat gati 1 vjeçar, përfundon pothuajse në fund të këtij viti. Ne jemi duke punuar me punë krau dhe me mjete që bëhen nga ana e bashkisë, ndërsa gjithë materialet kanë ardhur të mbështetura nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, siç e shikoni. Ka disa elementë në zbatimin e këtij projekti. Është muri mbajtës apo jo Beni? Është muri mbajtës, i cili shërben si një ndarje midis hapësirave të shtëpive edhe pjesës së rrugës. Është pjesa e kanalizimit të ujrave të bardha, është një tubacion i cili është shtrirë më përpara, dhe po vazhdojnë tani me punimet e tjera që kanë të bëjnë me nënshtresat, me ndriçimin, me gjithë infrastrukturën e ndriçimit, kanë të bëjnë me 2 pasazhet e kalimit, njëra që është për kalim biçikletas dhe tjetra për kalim këmbësorësh. Është një investim shumë i nevojshëm për gjithë banorët e Sukut 2, por jo vetëm, edhe ata kalimtarë të tjerë që kalojnë në këtë zonë. Ka vite që ka qenë si kërkesë e banorëve për një akses më të sigurt, për një kalim më të sigurt të gjithë fëmijëve dhe këmbësorëve që kalojnë në këtë rrugë, dhe besoj që do sigurojë jo vetëm një kalim më të sigurt banorëve, por edhe një pamje më të mirë për rrugën dhe për fshatin e Sukut. Cilat janë parametrat e këtij projekti, gjërësia, çfarë do të bëhet më pas, muret apo hyrjet e rrugëve lidhse me rrugën kryesore? Po, ju e shikoni që ne kemi shtruar paraprakisht, kemi shtruar tubacionin e ujrave të bardha. Këto janë shtruar, janë realizuar edhe pusetat, si punime të infrastrukturës në tokësore. Tani po realizohet muri mbajtës dhe pas kësaj do të vi pjesa e trotuarit për kalimin e këmbësorëve dhe kalimin e biçikletave. Sa janë gjërësit? 90 korsi biçikletë, për këmbësorë 1,20 m dhe pjesa punetës. Pra 1,20 m, 1,20 m është pjesa e kalimit të këmbësorëve, 90 cm është pjesa e kalimit të biçikletave dhe gjithashtu dhe pjesa e lidhjes së trotuarit me asfaltin ekzistues, që është pjesa e punetës, e cila në varësi të asfaltit ekzistues shkon jo më pak se 50 cm, por mund shkojë edhe 70 cm, sepse nga 60 deri në 80 cm, sipas informacionit që na jep drejtori, që në fakt po merret drejt për drejt me këtë punë, drejtoria aplikace. Pra, është një investim i cili i jep edhe zgjerim rrugës paksa, për të mundësuar, po themi, në një mënyrë pak më të mirë kalimin e mjeteve. Banorët e zonës pohojnë se ky është një investim i shumë pritur për komunitetin, i cili rrit standardet e sigurisë për jetën e këmbësorëve dhe përdoruesve të biçikletave. Banorët e zonës dhe lehtëson qarkullimin e automjeteve, ndërtimin e trotuarit për këmbësorë dhe korsin për biçikletat. Ata e vlerësojnë si një ndërhyrje të rëndësishme për komunitetin. Trotuari është shumë i rëndësishëm për zonën tonë, sidomos për fshatin Suk 2 që kalojnë fëmijë të rritur, moshuar, edhe ai na ndihmon jashtëmase, sidomos për këmbësorët, për biçikletat, edhe shqyrë që arritëm se dite që po ndërtohet. Me investimet e bashkisë të gjitha këto, është kënaqësia jonë e fshatit. Kjo që po bëhet. Që mirë shumë trotuari, është volutësh. Edhe duhet për fëmijët, për të gjithë të kalojnë. Rrit sigurinë e jetës për ju dhe lehtësimin e lëvizjes? Rrit sa kështu do ti. Kamadorës do ikim, ne vetëm pim raki, kur pim raki, kur s'pim raki, s'ka. Sipas i përmarrësit të ndërmarrjes së shërbimeve publike në Bashkinë Roskovec, afati i përfundimit të projektit është një vit nga nisja e punimeve.